Pas më shumë se 5 dekadash izolim, vendi i njohur si Bileskja, i cili gjendet mbi kanjonin e Cemit, më në fund është bërë i qasshëm për qarkullim. Mungesa e infrastrukturës kishte bërë që para rreth 50 vitesh 7 shtëpi të braktiseshin dhe zonat të mbetej pothuajse e pabanuar. Sot, me hapjen e rrugës së re në gjatësi prej afërsisht 3 kilometrash, kjo pjesë po fiton sërish mundësinë e lidhjes me zonat përreth dhe rikthimit gradual të jetës. Kjo iniciativë u bë mundur fal angazhimit të vllazërisë Lulgjuraj, si në vendlindje, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët rreth një vit më parë u bashkuan për të mbledhur mjetet financiare dhe për të realizuar këtë projekt me rëndësi të veçantë për banorët dhe trashëgiminë e kësaj ane. Ideja për hapjen e rrugës lindi nga dëshira për të rikthyer qasjen në trojet e vjetra familjare dhe për të mos lejuar që kjo zonë të mbetej e harruar ndër vite. Pas organizimit dhe sigurimit të mjeteve, nisën edhe punimet konkrete në terren, të cilat u zhvilluan në kushte jo të lehta natyrore. Më shumë mbi historinë e këtij vendi dhe rëndësinë e kësaj nisme, foli banori me prejardhjen nga kjo zonë, Zeka Lulgjuraj, i cili theksoi se kjo rrugë përfaqëson jo vetëm një lidhje fizike me pjesët përreth, por edhe një urë emocionale me të kaluarën dhe një shpresë të re për të ardhmen. Përshëndetje, e mirë se keni ardhur një vet që është i braktisur gati tash një gjysmë shekullit e bela me i thënë edhe dikuj ku gjinet Bieleskjaja, nuk ki me di me kallzua kështu, veç me ba me dorë janë tje diku. Sot gjinna në Bieleskja që janë lshua para 50 vjetëve. Këtu janë kënë 7 shtëpia, 7 familje që kanë jetua, si që shini edhe ju vetë e dini, nuk kanë vjeta që kini ardhe e keni incizua këtë vetë, e kini pa se si është ilshua me i braktisun e pa rrugë. Sot nuk kanë vjeta që kini ardhe e kini incizua, sot gjinet me rrugë ky vetë, tuo ju falënderua bashkadletarve e vllaznisan Lulgjuraj e dhe tjerve që na janë bashkan gjitë në këtë akcion të kësaj rrugë. Ky vetë gjinet tash s'po dua bela dikush ka me thonë tepër ky vend gjinet në zemrën e Malësisë, mundi me thonë dërmjehotit e Grudet. Po tash si tana vendet e tjera të Malësisë janë braktis e janë lshua prej pa kushtes. Tash për tash, po thom, bela ka me ban dikush e mu kthye me i renovua këto shtëpia, por kem me pa, por me ndihmën e kësaj rrugë, bela me siguri diçka ka me u godit. Si fillim, mundi me thonë se vllaznia Lulgjuraj si këtu si në Amerikë e kanë nisë iniciativen për këtë rrugë e ata në Amerikë i kanë bashkua paret për me godit je këtë rrugë që pe shihni edhe ju sot. Si fillim, kjo rrugë që anis, andasht janë ty për me qitë këtë rrugë pa kthesa ose pa leqe, si me thonë, andasht me hi në një tokë të bive e Maloçugu që jem shumë mirë njohës e varrisim nerën, e kem qitë këtë rrugë, je kështu si që peshini, kur kem arë këtu e kem dalë në rapshimin e rrugës, është dashtë edhe aty me hinë për do vense në graja e në për livade, veç si me qitë nrejt këtë rrugë, janë shtu e ka lyp edhe kontraktori. Mundi me thënë, tash me i marë disa njerëz me emen, por si njerëz vullnetar e si këshilltar që janë kënë të kësaj rrugë, i kem do njerëz që gati disa dhe mirë i njohim, i farë Mart Nikol Pietrushit, Nolin e Marashucit, Ljubin e Rogzevdashs,
Markun e Peris Nikoleks, bardhin e Franzevdanshës. Po tash me I përmend vllain tem e Gjokin e Zevkos, e Lucin e Noshmarkut, ata kanë tokë hise kanë e aty ne u ka ra ma shumë për hise e për interesim kësaj rrugë. Këtë rrugë na ka animua edhe Ministri I Bujqësisë me ndihmën e Koljocit Jokoviqi. Edhe ata duhet me përmend se na ka animua me 15.000 eura. Rrugën me marrëveshjen e ndihmën e këtyne donatorëve e këty vllaznisë Lugjuraj janë lanë me u punua Frani Zedis Nik Gjeks Gjokaj, I cili ja rrisim nerën, po tho personalisht vet, atër edhe tjerë besoj se ton janë kënë vullnetarë mjallan rrugën se e ka palën der shpis, e njohim e dim se kushen si I ban punt, atër jem kënë ton vullnetarë mjallan, e ka punuan rrugën, e shqyqyr që nda shnosh, e falënderës prej tina se gjithku ja ka qua të shpia e të toka e aty ku nda. Janë 3 kilometra rrugë që janë punua e inshallah tjera herë ka mu da edhe ma me sukses tjera biznise e punë. Tash me fol edhe do gjana tjera nuk kesh me dit as jam isoj fjalimtarit me hinë këto punë, por gjithë ku shkallan për këtë rrugë, pas të faqën e bardhë, e pas nerë, e pas të burni, se na janë bashkan gjitën këtë rrugë edhe shumë tjerë, si dashamir, si miq, si kumar, si probatina, si dashtun, si shok, na janë bashkan gjitë, kur kanë tje se vllaznia Lugjuraj e ka nis I rrugë me punua, e jem shumë mirë njofs e falenderues. Kështu që cili ishte motivi kryesor për mja fillua këtë rrugë? Motivi kryesor është se I vetmi katut në malsi mundi me thonë që është kënë pa rrugë je ky katut. Me gjithë se s'ka jetua si thash ma për para, tash 50 vjetë në këtë vend e ka nëlshua. E motivi kryesor kënë me punua rrugën, kusht kthehet, kusht donë, ti renovoj e ti godish shpijat. Më do të I falënderim me ban familjes e banorëve që kanë jetua këtu bojaj, në cem se punua, ky kontraktori ka punua natë, e mundi me ditë e natë mundi me thënë ka punua, janë shpraz lagema, janë të roljank gurë, bela u kanë rallën për gjivade, u lypim shumë falje, penges në kanë ban, veç në kanë një mua, me dëshirën e tyne, me qefin e tyne, e varrisim nerën e u lypim falje. Kështu që vlera totale e kësaj rruge? Vlera totale jem godit me kontraktorin 110.000 eura. Tash dikush ki me thanë e kanë me vërtetua edhe me, si me thanë, me çmua se 3 kilometra rrugë që janë punua, me këto pare, unë thaq ma pare inshallah, ma me sukses ka mu da tjera rrugë, e tjera suksese që ka me I ban ky Frani Gjokaj. Ky investim e kjo rrugë që është punua, këta është mirë edhe për komunën tonë që e nerojmë e respektojmë se aty ku punohen rruga, ku punohen struja e gjana që janë të nevojshme, ata është edhe zhvillim e përparim për komunën tonë. Nuk u kem lyp gjan, s'kem shkua mu lyp gjan, ta shpresim prej tyne, me ndihmën e tyne, me vazhduallemantej si është nevoja. Dhe për fund si ndiheni sot që është përfunduar kjo rrugë? Sot në këtë moment vetë jam s'kom taj shumë këtu veç e ndjej vetin as quqim që nuk kom besua, as nuk besoj se është rruga që je shumë e sy, se s'kom besua se ka mu godit rruga aty ku nuk ekziston kush as sa anël shua tash një gjysëm shekull e sa kush në këtë vend e vetë befasohem për këtë rrugë, po inshallah ka me kënë hije mirë, ka me kënë hije mirë për çdo njeri e për çdo kalimtar që ka me rruguan për këtë rrugë. Atëherë pas që përmendes se kjo rrugë nuk ekzistonte, do të thotë po më parë kur ky vend ishte I banueshëm, cilën rrugë e kanë përdorur për qarkullim? Rrugën për qarkullin e kanë përdorur se na kufizohna me malin e hotit Trebojinit, edhe jek sajte për jeket vet, për jeket katut Bjeleskjaut,
një kohë Trebojini ka rrugua për me shkuan Podgoricë, e je kësaj rrugë ka godit rruga, a kanë rruga e jo vetëm jona, po e Trebojinësve me rruguan Podgoricë, e Anasjelltas. Mirë, dhe nëse keni ndonjë thirrje tjetër për gjithë ata që ndoshta tani e kanë më të aksesueshme, që për gjithë ata që dëshirojnë të renovojnë shtëpiat e tyre, por të dalin këtu të shohin këtë pamje fantastike. Unë thaq se jam I befasuam shumë që sot në rruga e këtu, se deri dje kem ardhë prej Hotit, si me thonë prej Kodrekisht, ose kem dalë prej Cemit, që janë kënë rrugat e lidhuna me këtë vend, unë kesh me dasht inshallah, edhe ka me kënë ata, edhe kem me dëshmua vllaznis e donatorve që kanë la, kem me dëshmua me do punë që kem me I ban disa. Edhe I herë muni me I thënë vllaznis Lulgjuraj, edhe këtyne e tjerve që kanë la, janë bashkan gjitë vllaznis Lulgjuraj, faleminers e paçi në shnet, e paçi nerë e burni, I paçi gjepat plot me pare. Edhe juve si TV bojin u përshëndes se jeni të gatshim, me thënë të vërtetën këtë TV bojin e kena ban si rob shpijet, se I bajmë ankesat, I bajmë ato gjanat tona, I kallëzojmë hallet tona përmes televizionit bojin, e gëzoshi e paçi hje mire lë objektin e ri, e u përshëndes e faleminderit. Ndërsa Frangjokaj, drejtuesi I kompanisë që realizoi punimet, u shpreh se terreni ishte mjaft sfidues, por falë për kushtimit dhe angazhimit të ekipit, projekti u përmbyd me sukses. Së pari duhet ju përshëndes juve si televizion që në vizitoni, gjithë teleshikuesit dhe në veçanti shokët dhe miqtë e mi. Po, këtë rrugë apo këtë projekt kena fillua dikun ka fillimi I majit me punua dhe kanë zgjatë punime dikun rreth 7 muaj gjys. Sa kilometra rrugë janë ndërtuar? Gjithsejt, do më tha, kanë kënë pe gjastie dikun rreth 3 kilometrash. Dhe cila ka qenë vlera e përgjithshme e projektit? Vlera, do më tha, ka kënë totale 110.000 euro, ashtu jena kënë marrë vesh në fillim, ashtu ka kënë kontrata, ashtu kena vazhdo dhe në fund. Do më thanë, pe përsëris, unë për këtë projekt kam marrë 110.000 euro, kurse ju me pyet sa ka kushtua, unë nuk kam da me cek, se sa ka kushtua, realizimi I këtij projekti ka kushtua 270.000 euro. Do më tha, 160.000 euro kam paguar pe xhepit. Këtë publikisht për herë të parë pe e thëm tash, ma kërkuat, edhe e fola nuk e di ja u deshti me e fola ajo, por do më tha, për me I dalën fund, për me mos velan këtë vend pa rrugë, për reputacion tem, do më tha, I kam grah, e kam vazhdua dhe e kam përfundua. Edhe po e ceki që do më tha, për këtë së më ka kur kush gjanë borç, do më tha, është kënë fati jemi tilë, do më tha, që më ka dalë tereni ma I shtirë, do më tha, ato janë në shpenzimet mija, do më tha, e kam ba vullnetarisht. Po sfidat kryesore, duke qenë se zona është malore? Tu ka kënë, po herë në rrallë të parë, të falemnderojmë Zotin që në ka ruaj, e kena përfundua shnosh, se ka rëndësia ajo, se ka kënë teren shumë I shtirë, I thyëm shkami, do më tha, luginet se jemi që ka me thanë ma shumë, edhe për ti me qka ka ma me rëndësi, qka është ma me rëndësi, do më tha, asë një punëtur, po thuaj se asë pe një ferë, se ka derë dhe pikë gjak, do më tha, qka për mua është një gjanë shumë e madhe. E sa punëtor kanë qenë të angazhuar në këtë projekt? Këtu kanë kënë, si pas nevoje, që jushën 3, 4, dhe 5, 6, 7 vetë, dhe më tha, qka mashinista, poskatorista, kamionista, punëtor fizike, ashtu. Po moti, ka ndikuar në dinamikën e punimeve? Moti në ka ardhakut, ka vjeshta se nuk në la, ishte lakshtin shumë e madhe, po thuaj se nuk u terë hiq vendi tash 3-4 muaj, me zore kena përfundua, dhe më tha, se në ka ardhakut shiu e të laktit, por në një zotit, dhe më tha, I dolë me në qoshe përfunduam. Do të jeni kënaqur me punimet?
Me punimet shihni edhe me anën e synit kamerave se si ka dalë, duket që është mirë, duket që është bukur, mendoj që është punua mas mirit që ka mu punua në këtë lloj terenit. Tereni ka qenë shumë i shtirë, domethënë, ka qenë bile pothuajse 100% më i shtirë ose para pa, por prapë po them me ndihmën e Zotit, me vullnet plot, me sakrificë të madhe, edhe i dolëm në qosh. Sa mendoni se do të ndikojë kjo rrugë në zhvillimin e kësaj zone? Herën e parë kur erdha këtu pikërisht në këtë vend, domethënë, këtë pamje ishte fantastike, edhe erdha pothuajse të nap një ofertë, një çmim për këtë projekt, por nuk e besosham se do të vinë rrugë këto. Nuk e besosham se do të shoh me synet mi makinë ma e këtyne shkamive, domethënë. Sot po e shohim, domethënë se loja ka ndryshuar, mendoj se gjithë ish banorët e këtij vendit kanë me i lakmua, siç po i lakmoj vetë këtij vendit që s'kam jetuar këtu, as jam lind këtu, domethënë siç po i lakmoj me pas këtu i vend vogël, domethënë kisham me kanë i kënaqur, mendoj që edhe këta që i kanë jetuar këtu përpara kanë me pas vullnet edhe pak a shumë ka mu rinë gjallë ky vend. Mirë, dhe keni projekte të ngjashme në plan për të ardhmen? Po kemi domethënë bile në pritje i kam prej, por kam bile i drejtohem diasporës direkt, kam nevojë për pushim 2-3 muaj, kam edhe në pritje me dhënë çmim për një rrugë tjetër e cila shkon prej Tërgajës njoftun nalt me dalën Kurrec, bile prapë po them i fije kam vonua me ofertë për mu dhënë ofertën. Kemi edhe 2-3 projekte gati pothuajse të tilla si puna e kësaj, bile një emision paratashit mua më tokojnë e ceka se mua më tokojnë vetëm shkamit me ranë fush e kam rrezik. Ashtu që kena edhe do projekte të tilla, edhe punë të tilla që na presin. Për televizionin Bojën u shpreh edhe Anton Lugjuraj, i cili vlerësoi bashkimin e diasporës dhe kontributin e të gjithë atyre që ndihmuan në realizimin e kësaj rruge, duke cilësuar këtë investim si një shembull të fuqisë së bashkëpunimit mes Rinjlindjes dhe Mërgatës. Herë mirë se vini në Bileskja, sot kem dalë me makina. Tash një vjet jem ke dalë kam, kem bërë reportazhin e parë për këtë rrugë. Siç po shihim gjithë pas një vjetit rruga u krye. Varrisim nerën në men tem, edhe në men gjithve pjesëtarë në Bileskja, gjithë atyre që kanë marrë pjesë, kanë la pare për mu krye kjo rrugë. S'po doa me marrë përmen kur kanin, se me siguri kish me harrua dikan me përmet, por më lypet me përmet vllaznin Lugjuraj që na kanë la zemër që t'ja nisim kësaj punë. Tash kur u krye kjo rrugë, dëshira është që komuna e Tuzit, kur të ketë mundësi që të asfaltohet kjo rrugë, mos shkoj dëm, se këtu mbijnë edhe shina të mëdha, me siguri pas një kohë kime ardhë deri te shkatrimi i rrugës. Edhe një herë nera gjithve, tjetër herë e besoj se kemi me paku edhe me pi kafe, kemi hinë këto shtëpia, pa me siguri vetë jam i pari, e besoj edhe këtjerë që kanë pjesën në këtë vend që kanë mu renua këto shtëpia, se janë shtëpia të parve synë. Për zhvillim të eventit e para gjana është rruga ka perri, këtu me gojnë edhe shumë gjana, do me thënë struja, ujt, për me ardhë deri të zhvillimi i vendit si lypet. Do të shojmë, mos me premtua kur i sen.
Banorët shprehen se në të ardhmen kjo rrugë pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin e zonës, duke hapur mundësi për riktimin e familjeve, investime të vogla lokale, por edhe për vizitor e turistë që dëshirojnë të eksplorojnë natyren, shtigjet malore dhe pamjet panoramike mbi kanionin e Cemit. Hapja e saj nuk shihet vetëm si lehtësim i qarkullimit, por si një mundësi reale për gjallërimin ekonomik, turistik dhe kulturor të kësaj ane që për dekada kishte mbetur në heshtje.